Skuadra tetovare Shkëndia në ndeshjen kthyese të gjysmëfinales së kupës arriti të triumfoj edhe në ndeshjen e kthimit ndaj Shkëndisë së Haraçinës, duke marrë fitore me rezultat 0-2 në Kumanov dhe me shifra të përgjithshme 5-2, kualifikohet në finalen e madhe për të 6-ën herë, ndërsa 2 herë ka dalë fitues të këtij kompeticioni. Fitoria e kuqezinëve tetovar erdhi në 5 minutat e fundit të ndeshjes me golat e Spahiut dhe Nxenkue. Në anën tjetër, Sileksi u kualifikua në finale, pasi në takimin e kthimit mundi Ohrin 1-0 me një gol të shënuar nga penaltia nga Dodev dhe me rezultat të përgjithshëm 2-1 siguroi biletën për ndeshjen finale. Për Sileksin, kjo është finalja 6, ndërsa 3 herë kanë qenë fitues të kupës. Ndeshja finale e kupës së Maqedonisë së Veriut ndërmjet Shkëndisë dhe Sileksit do të luhet më datë 20 maj në arenën Todor Proeski në Shkup.